Në çdo vend të botës ka një piramidë pagash, e cila fillon me presidentin e Republikës dhe zbret. Në ndërkohë që në mënyrën më të vetëdijshme pagat e gjyqtarëve ne i rritëm mbi të gjithë. I rritëm mbi të gjithë për ato arsye që thash, por nuk i vendosëm mbi të gjithë me idenë që sa herë do rriten këto, do rriten dhe këto. Dhe që Shqipëria do të bëka vendi i vetëm në planet ku mbi të gjithë dhe të gjitha është kasta e gjykatësve. Kjo nuk mund të ndodhë dhe kjo nuk ka për të ndodhur. Të paktën jo me mua dhe me Partinë Socialiste të Shqipërisë si shumicë qeverisëse, dhe jo në asnjë mënyrë si një sfidë ndaj pushtetit gjyqësor, por si një thirrje, si një domosdoshmëri e brendshme e shtetit që të gjitha kategoritë e shërbëtorëve të tij, përfshirë dhe gjykatësit, të kenë sensin e drejtës dhe sensin e shtetit, duke mos kërkuar qiqra në hell, aq më tepër pastaj duke përdorur dhe gurin dhe arrën që gjykatësit kanë dorë vet. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe kjo është dhe arsyeja pse unë nuk kam hyrë në asnjë polemik me asnjë person, se nuk ka asgjë personale në këtë, ndërkohë që, siç ndodhi, jam sulmuar personalisht dhe është sulmuar qeveria nga autorët e deklaratës së një shoqate të gjykatësve, që jam i bindur nuk janë konsultuar me të gjithë gjykatësit për tekstin, se jam i sigurt që do t'i thoshin, po çfarë po bëni, ne jemi këtu për të kërkuar diçka për veten tonë, por nuk jemi këtu për të bërë politikë dhe për të sulmuar qeverinë e kësaj republike se të ishin parti politike.